Janë shumë ndëruara. Dëgjoj kushtet se çështja nuk është këtu te një amandament, çështja është jo është çështja të 16.700 personel sigurisht. Çështja është për përqasje. Kundër sigurimit të tyre. Çështja kryesore sa ditë na ka mbetur. Sot jemi e njëjtë, e premte, e shtunë, e diel, e hënë, 4 ditë. Kushtrim me gjithë respektin çështja kryesore janë qytetarët. Natyrisht që qytetarët. Unë e di që kur s'kan argumente dhe të vendosja. Po që se ju vetëm si zonja Besa Kabashi, po dhe zonja Feza, edhe ajo zonja tjetër që s'ka ardhur sot nga LDK-ja. Zonja 51.1% ja kanë dhënë përqindje, ja kanë dhënë votave, ja kanë dhënë qytetarët. Po nuk bëhet presidenti me 51%. Presidenti bëhet me 2/3. Kush bara? Ku ka qenë ajo është çështje pas 10%. A do shembull kushtrim kur PDK-ja ka pas shumicën e votave, PDK-ja e ka zhblloku shtetin. Dihet me çfarë marrëveshjes ka ndodhur. Çfarë marrëveshje zoj? E kemi ndo pushtetet. I kemi ndo pushtetet. Qytetarët e Republikës i dinë të gjitha zonja Kabashi. Edhe prandaj jeni me 22 deputet. Besomni, për shkak mënyrës se kur s'keni argumente jeni shumë zgjyrshëm. Po besom zhurma veç studion e mbush. As janë mbush frigoriferin qytetarëve, as janë mbush frigoriferin, as janë pagun faturat e rrymës që ka i shkojnë pa drejtësisht. Se ligji për çmimet tavan është dërguar gjykata kushtetuese. A din çka bën ligji për çmimet tavan? Am tregon çka bën ligji për çmimet tavan. Në Kuvendin e Republikës Kosovës. A din çka bën ligji për çmimet tavan? Sharoma që to çka bën ligji tavan. Sot është votuar përsëri në Kuvendin e Republikës Kosovës. Sharoma që to për qytetarë. Nëse më lejon kushtrim vish të sharoj shkurt. Gjykata kushtetuese. Ligjin për çmimet tavan kemi abstenu. Po përsëri po dalim në Jo, me shumë rëndësi. Absolutisht po. Ligjin për çmimet tavan. Absolutisht po. Po sot se kemi si temë. Duhet na me trajtu, se e përmendi. Jo vetëm ligji për çmimin tavan, ligji për kemi edhe shumë iniciativa tjera. Ligji për çmimin tavan. Mos flasim aty sa aty keni te kalu krejt nenët që domethënë japin mundësinë me vepra korruptive. Ligji për çmimin tavan. Opozita ka pas qasje bllokuese. Ligji për çmimin është vërtet. Edhe në raport. Është vërtet. Këto ligje kanë qenë gjykata. Projekt ligjin për sigurimin shëndetësor e kemi